Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se vini në emisionin ton, ku çdo herë hym thellë në botën e kulturës, edukimit, arsimit e po ashtu edhe të inovacionit social. Sot kemi nderin që të mirëpresim në studio drejtoreshën e organizatës The Library Project Kosova, zonjën Ardiana Selime, e cila këtë projekt e ka bërë çdo herë më shumë më interesant për të gjithë lexuesit e vegjël, e po ashtu ka ndryshuar mënyrën se si në komunitetin ton dikon leximi e po ashtu edhe përfitimi i njohurive të reja. Sot do të zbulojmë historinë pas këtij projekti kaq të bukur, sfidat që janë përballur organizatorët e tjerë e po ashtu edhe sukseset të cilat e kanë bërë këtë projekt një pikë referime ndaj zhvillimit të kulturës dhe edukimit në Kosovë. Qëndroni me ne për të dëgjuar këtë bisedë plot frymëzim e po ashtu ide të reja dhe vizion. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, është gjithmonë kënaqësi me pas bisedime dhe diskutime me juve. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Është kënaqësia ime me qenë me juve gjithmonë. Faleminderit. Cili është misioni dhe vizioni kryesor i The Library Project Kosova? Organizata The Library Project Kosova e ka për mision që juve, fëmijëve, me ju bo me dash leximin. Po përpos me ju bo me dash leximin, me ju ndihmu që ju me kuptu sa më mirë leximin. Domethënë kur lexoni, me u thollu më tepër te leximi. Gjithashtu organizata jon ka për qëllim që juve, fëmijëve dhe të rinjve me ju kriju hapësira që ju me mujt me shfrytzu edhe me jetu që drejtën që e keni për me lexu. Në anën tjetër, gjitha pjesa e bibliotekave që ndoshta nuk janë shumë mirë të pajisura me libra, me i pasuru sa më shumë që ju me pas mundësi me lexu gjithçka, me lexu tema të ndryshme edhe diçka që juve ju intereson, edhe në anën tjetër si organizat, si ekip mundohemi që me bo më tepër te pjesa e lexim kuptimit. Domethënë me ndihmu mësimdhënësit, me ndihmu shkollat, gjithë ata të cilët kanë qëllim që me lexu më tepër edhe juve fëmijëve sidomos me ju rrit me ja mundësu që drejtën për me lexu edhe me ju mbështet, me ju siguru libra, me ju siguru metodologji, strategji atraktive që juve ju bojnë me dash leximin. Si mendoni se librat dhe qasja në informacion mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e komunitetit? Normalisht si organizat, mirë po dhe drejta për me lexu ose leximi është një drejt bazë themelore, për arsye se çdo fëmijë pa dallim meriton me mbështetjen edhe që të përkrajen që duhet na me ofru si komunitet. Normalisht komuniteti është shtylla kyçe që na mundemi me ndryshu edhe me bo bashkërisht gjona të mira dhe të mëdha që me ndryshu si shoqni. Kështu që çka është e rëndësishme si komunitet me bo është që me qenë një farë mënyre në koordinim me njëri tjetrin, për shembull në rastin e juve, normalisht përpos që lexoni në shkollë, është shumë e rëndësishme që ju me lexu edhe në shtëpi, pra komunikimi mes shkollës edhe prindit. Në anën tjetër është shumë e rëndësishme që edhe mësimdhënësit me u angazhu, me pas aktivitete ndryshme të pjesa e leximit, mirë po përgjithësi me mundu sa më tepër që me i vidisu tjerë sa është i rëndësishëm leximi. Se ju e dini, se ju jeni vajza shumë që jeni të interesuar me lexu, mirë po leximi ju ndihmon juve përpos që me u zhvillu edhe në shkollë akademikisht, po është ju ndihmon më tepër edhe te pjesa dhe jashtë shkollës, më vonë kur të rriteni keni me pas shumë benefite për gjonave që keni lexuar ndoshta edhe në shkollë edhe me libra që ndoshta nuk janë pjesë e programeve shkollore. Kështu që leximi, nëse flasim për benefitet, është jashtëzakonisht i madh edhe çdo herë që lexoni keni me kuptu gjona që ju nuk i keni ditë më herët. Kështu që normalisht komuniteti ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe që na bashkërisht me u bë edhe me ju mbështet juve me libra, me hapësira, sepse jo i meritoni. Sipas jush, sa ndikojnë strategjitë të lexuarit tek lexuesit, pra kauboji, detektivi, artiste, parashikuese, sa ndikojnë këto? Unë mendoj që kjo pyetje ju dedikohet juve, se ju jeni domethënë praktikoni orën e leximit që shumë muaj, edhe mos gabofsha jeni te libri i tretë, apo? Domethënë keni lexu
tash më duket librin e tretë kemi mjau sjell. Po. Normalisht na ju kemi pyet shumë herë kur kom ardhur dhe ju kom vizitu te ora e leximit, po çka i dallon këto strategji është ju e dini, ju kemi treguar që domethënë programi i organizatës tonë është i bazuar në hulumtime shkencore, çka do të thotë kjo që këto strategji edhe krejt programi është i njohur normalisht ndërkombëtarisht edhe përdoret edhe në shumë vende edhe në vendet më të zhvilluara bojnë më tepër rreth lexim kuptimit. Mirë po çka kemi vret ne që nga viti 2017 kur është themeluar organizata nga bashkëdhetarët cilët jetojnë në Suedi, janë domethënë shqiptarë cilët ende kontribuojnë. Kam pas dëshirë që juve fëmijëve të Kosovës me ja sjell mundësi që ju me dash leximin përmes përdorimit domethënë të leximit. Çka ju e dini vetë në orën e leximit, i përdorni strategjitë e lexim kuptimit, tu fillu prej parashikuesit, detektivit, kavbojit, artistit, edhe cilin e harrova, reporterin. Kështu që sa ndikojnë këto strategji, unë ju kisha pyet juve cila ju pëlqen më shumë ti, ose pse doni çfarë strategji dhe mandej kisha vazhdu. Për mua e preferuara është Cowboy, sepse të gjithë ngjarjen mund ta rrëfejmë ashtu siç ne e mendojmë që është apo siç ne e shohim nga perspektiva jonë. A e mendon vetën se ai cowboy me atë litarin te përmbledh? Po, në shumë raste po. Juve vajza? Mua më së shumti më pëlqen parashikuesi, që me parashiku ngjarjen para se me lexu. Edhe mua më shumë më pëlqen parashikuesi. Do të thonë ju keni një dëshirë me ndhoni mendim të juvin para se me hap librin. Mirë, po shpesh herë ndodh që mendimet ose mund të jenë sakta, mirë po jo çdo herë kemi parashikimet, kështu që duhet me lexu librin për me ditë sakt. Secila prej strategjive ka qëllimin që juve me ju thëllu më tepër. Me nxit mendimin kritik, me ju mësu që nëse nuk e dini një fjalë të libri, me hulumtu më tepër, me gjetë në fjalor, në anën tjetër të parashikuesi me parashiku, me me nxit juve mendimin, imagjinatën, çka mundet me ndodh vetëm në bazë të coverit librit për shembull. Në anën tjetër të përmbledhja, normalisht është mirë me ditë çfarë mesazhi po na jep, cili është ajo krejt ajo ngjarja që po ndodh, e jo ndoshta vetë sipërfaqësisht me i kalu librit, mirë po me u thellë më tepër. Tjetra është pjesa e reporterit, ato pyetje që i bëni, ato janë shumë të rëndësishme, për arsye se ju nuk ndaleni vetëm te teksti që paraqitet domethënë libër direkt, edhe me bë pyetje që përgjigjet i keni në libër, mirë po ju me u thellë më tepër edhe me pas pyetje që diçka tjetër, domethënë me u thellu diçka që nën kuptohet libër, por nuk është patjetër e shënuar direkt. Kështu që edhe mandej te pjesa e pyetjeve të nivelit 3 që ju thelloheni te pjesa që e lidhni me eksperiencën e juve, domethënë pyetje për të rreshtave që mundoheni me se secili libër, secili autor, normalisht ka tematika ndryshme, mirë po secili bazohet dikon, disa mund të jenë imagjinar, kështu që është e rëndësishme me ditë që edhe në libra ne mësojmë shumë, që me ditë si mos sill në jetën tonë edhe na ndihmojnë shumë te pjesa e mendimeve gjithçka. Kështu që është rëndësishme edhe aty ju e dini vetë sa nxiteni me thon mendimin e juve, po gjithmonë tu e pas edhe një argument brapa. Kështu që këto strategji janë ndërtuar edhe janë karaktere që juve ju bojnë me dash leximin, edhe e kemi vret, kështu që për viti 2017 ne e shohim që në krejt komuna që kemi pas mundësi më ushtri edhe me i trajnu më simdhënëset, kanë treguar që me të vërtet ju pëlqen leximi, por përpos që ju nxit me lexu më tepër, ju ndihmon edhe të lëndë të tjera, edhe performanca juve normalisht është më e mirë edhe të lëndë të tjera, se për shembull edhe në matematikë ose në çfarë do lëndë tjetër, pa e kuptu detyrën çka po ju thot, është problem me kalu te pjesa e me zgjidh. Kështu që ndikimi është jashtëzakonisht i madh, edhe ne kemi më mundu që mos me ndalë edhe me vazhdu tutje. Cili është roli i bibliotekës në promovimin e leximit dhe edukimit të fëmijëve dhe të rinjët? Biblioteka është, mundem me thonë, një shtyllë shumë kyçe dhe kryesore e një vendi, patjetërisht ndoshta jo të gjitha bibliotekat i kemi shumë bukra kreative, mirë po shumë është e rëndësishme që me investu më tepër aty edhe me juve fëmijëve, mi avbon një hapësirë që juve kur shkoni në bibliotekë me pasi shtëpinë të juve, domethënë dytë. Çka do të thotë kjo është që edhe fëmijët
gjithë fëmijët pa dallim, me pas një vend cilën ata munden me shku, edhe ndoshta vetëm me kalu kohën, po edhe me u frymëzu, me pa që është një rreth ku ata munden me u mbështet. Domethënë biblioteka është një shtëpi e dytë për fëmijët, edhe në anën tjetër e ka një rol jashtëzakonisht madh te pjesa e shtetformimit, edhe normalisht aty është një mundësi që ju fëmijët me marrë një uri shtesë. Edhe pasi ta përfundoni domethënë shkollën, me shku me kalu kohën aty, ndoshta me I bë dhe detyrat, pse jo, me zhvillu aktivitete, krejt bashkë me fëmijë tjerë, pa dallim, edhe një farë mënyre me nxit sa ma shumë veprimin edhe punën e mirë që fëmijët e bojnë. Kështu që biblioteka është shumë e rëndësishme me investu në si shoqëri më tepër aty, edhe m'ja mundsu juve fëmijëve që me pas një kohë ku e kaloni të mirëfillt, e jo ndoshta fatkeqësisht qyshe e vrej tash fëmijët I dërgojmë për shembull në Albi Mall ose në Prishtina Mall, që mundet me qenë mirë me shku për një kohë të shkurt, mirë po jo nuk është një vend që fëmijët është mirë me kalu për shkak edhe të frekuentimit lartë, mirë po në anën tjetër biblioteka është një vend I qetë që ti mundesh me u frymëzu, me lexu, me u përgatit, edhe normalisht krejt dijen edhe krejt me synim që me kontribu edhe në vendin tonë më vonë. Cili është roli I projektit në promovimin e kulturës, ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe ato lokale? Si organizat, se projekte kemi të ndryshme, si organizat normalisht te pjesa e kulturës kemi parim që me mundu fëmijët sa ma shumë edhe me I angazhu, edhe në për aktivitetet tona dhe me pas mundësi që fëmijëve me adhon mundësin që me qenë vendimarrës. Për shembull kemi pas rastin të projekti aktual, që jemi për momentin në zhvillimin e kampanjës për ngritje të fondeve për bibliotekën të Pallati I Rinisë. Aty kemi grumbullu fëmijët, e kanë pas mundësin për me, nuk e dia keni qenë ju ndonjëna? Po. Edhe keni pas mundësin me bo dizajnin vet, me pjesën e votimit, me votu domethënë dizajnin që ju ka pëlqyer, që juve m'ja vdon atë ndjesin që ju keni kontribu, edhe jo ne I vlerësojna shumë mendimet e juve, se si fëmijë ju e keni imagjinatën shumë zhvillume, edhe shumë duhet me u marrë parasysh idetë juve, kështu që ne mundohemi që në përmjet aktiviteteve tonave me ju përfshi edhe me javë kriju juve fëmijëve që atë ndjesin e pronësisë, se pa tjetër që ju kur të kontriboni më vonë keni me dash më shumë qatë vend. Kështu që une sa herë që I takoj fëmijët cilët kanë qenë pjesë punëtorive, kur kam I bu biblioteka të më pyet, për arsye se ndihem pjesë e saj tashmë, por në anën tjetër normalisht të trashëgimia kulturore do të me mundu që mos me I harru edhe titujt, ndoshta edhe më të vjetër, mirë po që kanë një tematikë shumë të rëndësishme, në anën tjetër edhe biblioteka si objekt e ka atë mundësin që me pas librat ndryshëm, edhe trashëgimisë kulturore dhe është një thesar që aty ruhen gjonat, kështu që ma vonë normalisht në për aktivitetet e projektit tona synojmë që me pas edhe ndërlidhje me gjyshrit, me fëmijët, me lexu pralla bashk, edhe një farë mënyrë mos me harru asnjëherë secilën moshë ose pjesë tjetër sonë që janë pjesa më e mirë. Cilat janë disa nga sfidat më të mëdha gjatë realizimit të projekteve të ndryshme? Sfidat më të mëdha normalisht ne si organizata jo qeveritare mundohemi që nëpërmjet granteve të ndryshme, nëpërmjet donatorëve të ndryshme me mundësu me pas projekte. Kështu që ndoshta sfida më e madhe është ndoshta ndonjëherë nuk është mundësia me gjetë shumë donatorë të mëdhaj, mirë po janë sfidat cilat të I kalohen edhe gjithmonë me punë edhe vullnet ne ja dalim që me siguru mundësi që juve me ju mbështet. Sfida ka nga më të ndryshmet, ka të vogla disa më mirë po sfidat I kalojmë kur e kemi synimin e mirë dhe mundohemi që me bëjmë atë për juve. Cila strategji përdorni për të siguruar që projekti të jetë I qëndrueshëm dhe financiarisht? Si që thash edhe më herët mundohemi që nëpërmjet granteve të ndryshme, donatorëve të huaj, vendor, bizneseve të ndryshme që me mujt me kriju qëndrueshmëri financiare dhe me mundu që me I arrit objektivat e organizatës.
një iniciativë ose diçka më të re ndoshta që jemi tu e bë është të mundu që edhe komunitetit m'ia dhon mundësinë për me na ndihmu. Për shembull, jemi aktualisht edhe në zhvillimin e kampanjës Biblioteka na bashkon, bëhu pjesë e krijimit, e cila ka për qëllim që me ftu gjithë ata cilët e dojnë leximin, mi po dhe ata cilët kanë interes thjesht më na mbështet që me arrit me rigjallëru atë hapësirë. Kështu që edhe pjesa e komunitetit është shumë e rëndësishme, për arsye se dinamika e projekteve mundet me ndryshu, edhe është e rëndësishme që komuniteti si komunitet më na ndihmu. Prindrit, gjithë ata cilët kanë dëshirë edhe vullnet që me kontribu në vendin e tyre për fëmijët e tyre, për arsye se ju jeni ardhmja jonë edhe na duhet me u siguru shumë që juve m'ja ofru gjitha ato mundësi që ju mandej me qenë lider të duhur, lider të mirë edhe me na udhëheq vendin edhe me kontribu me zhvillu më shumë Kosovën. Si bashkëpunoni me institucione lokale apo organizata tjera për projektin tuaj? Bashkëpunimi me organizatat e tjera dhe me institucione normalisht është shumë i afërt. Për shembull, në secilin projekt që ne kemi, ne normalisht jemi në koordinim të vazhdueshëm me DKO-t, domethënë drejtorinë e arsimit komunal, domethënë secilin komunë që ne jemi. Gjithashtu përpas kësaj ne me mësimdhënës, me drejtor shkollave jemi gjithmonë në kontakt, gjithë ata që kanë dëshirë me u trajnu edhe me qenë pjesë e orës leximit, me implementu, po në anën tjetër edhe me organizata të ndryshme që bashkëpunojmë edhe kemi synime të përbashkëta. Kështu që bashkëpunimet janë gjithmonë të vazhdueshme, gjithmonë ka hapësirë për gjithë ata të cilat në një farë mënyrë na e kemi një mision të njëjtë, pa marrë parasysh dikush është për lexim kuptim, dikush mundet me qenë për mjedes më tepër, mirë po është qëllimi i përbashkët që me bo diçka të mirë, kështu që gjithmonë na ndërlidh diçka dhe bashkëpunojmë. Çfarë mund të bëjnë qytetarët që të kontribuojnë në suksesin e misionit tuaj? Si që thashë më herët, komuniteti ka një rol shumë të madh, edhe është shumë e rëndësishme që na si komunitet mu vedisu që gjithë shka që bojmë, e bojmë për të mirën e vendit edhe për të mirën e fëmijëve dhe qytetarëve që jetojnë këto. Normalisht secili, sa i përket pjesës leximit, është mirë që prindrit me u mendu, gjithë ata që kanë mundësi, po dhe ata që nuk kanë mundësi me pas kontakte me neve, dikush që ka dëshirë dhe me lexu, me u mundu që me fëmijët e vet, jo vetëm me lexu, po edhe me diskutu rreth librit. Ajo çka e thash më herët është që është rëndësishme gjithmonë ju bashkë me mësuesin me diskutu për librin, me u thellu më tepër, e jo vetëm ja dhon librin në shtëpi dhe me lexu ju vetëm. Është e rëndësishme që me pas diskutim edhe analizë më të thellë të librit. Në anën tjetër, komuniteti normalisht mundet me gjithat dëshirën edhe vullnetin, me na mbështet në për aktivitete, me pas pse jo takime të ndryshme të cilat me kriju mundësi bashkëpunime, se gjithmonë kur është qëllimi i përbashkët gjendet në një mënyrë që me kontribu. Kështu që komuniteti është e rëndësishme që më mundu sa më tepër me ditë edhe me vizitisu edhe tjertë për rëndësinë edhe leximit, edhe qatë mënyrë besoj, në moment që e din sa e rëndësishëm leximi, ke dëshirë me bo diçka në qatë drejtim që me ju ndihmu edhe fëmijëve edhe tjerëve. Si menaxhohet sfida e diversitetit të koleksioneve për të mbërbushur nevojat e audiencës së ndryshme? Atëherë po e marr një rast konkret, për shembull te biblioteka që po dëshiroj me rigjallëru, është deke Hyfty Sulejmanit e Pallati i Rinisë. Aty po mundohemi që për shembull me pas libra nga gjuhë të ndryshme për shkak që me u siguru që me pas diversitet, secili fëmijë pa marrë parasysh prej ardhjen, edhe me pas atë ndjesinë që mundet me gjetë diçka në gjuhën e tyre për me lexu. Kështu që pjesa e diversitetit normalisht është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ne nëpërmjet aktiviteteve tona, mirë po dhe programi si program e parime ka gjithë përfshirjen, edhe nuk lejon asnjë dallim mes fëmijëve, kështu që për këtë pjesë na munduemi edhe në secilin aktivitet me siguru, me mundu që me pas fëmijë nga komunitete të ndryshme edhe në farë mënyre me kriju tolerancë ju mes fëmijët mes vete edhe me pa që ne jemi secilit veçantë në mënyrën që jemi,
edhe nuk ka lidhje prej nga jemi çfarë fe kemi, çfarë hiç nuk është me rëndësi është që jemi njerëz edhe e kemi qëllimin që me bo gjona të mira bashk. Asnjëherë nuk, edhe si fëmijë na normalisht do të me investu më tepër te pjesa që me juve disu që nuk duhet me i dallu tjerët, përkundrazi duhet me pas shumë kujdes te pjesa e gjithë atyre që ndoshta janë më të neglizhuar, por përkundrazi ato nuk do me thonë që e kam vlerën më të vogël se dikush një fëmijë tjetër. Kështu që fëmijët edhe diversiteti normalisht është i rëndësishëm e mundohemi në secili aspekt me i kushtuar rëndësi. Çfarë lloj programesh edukative ose kulturore keni në plan për të tërhequr më shumë vizitorë? Aktivitetet që ne i bëjmë, do me thonë janë kryesisht aktivitete që ndërlidhen edhe me programin, mirë po mundohemi gjithmonë që me pas edhe lëra në mani të ndryshëm, do me thonë të aktiviteteve, çka po synojmë edhe kemi dëshirë me bo në hapësira që ne veç i rigjallërojmë, është që me pas mundësi edhe me bo një aktivitete që i thrasim edhe gjyshrit, që bashkë me fëmijët e nipat, mbesat me lexu bashk, në anën tjetër edhe prindrit, edhe me pas punëtëri ku ne i mësojmë prindrit si duhet me lexu me fëmijët, se është shumë e rëndësishme me ditë me lexu bashkë me fëmijët edhe me u thellu më tepër te leximi. Në anën tjetër normalisht ka shumë aktivitete që vijnë prej fëmijëve, që me sa e kemi vrejt është një numër i madh i ideve që ata munden me i pas në hapësirat që ne kemi me i rigjallëru, kështu që aty ka me qenë një vend ku ju mundi me në imagjinatën e juve me po gjithçka që ju doni. A mundemi me pas movie night, për shembull, natën e filmit që mundemi me pa një film edhe mandemi me diskutu, mundemi me lexu një libër krejt bashkë, ndoshta shkollat e Prishtinës edhe mandemi me pas diskutim për atë libër. Ka shumë aktivitet që na mundemi mi bo, në anën tjetër mundemi me ftu ndoshta edhe persona që e njohin letërsinë e fëmijëve edhe më na inspiru më tepër me pa rrugtimin e tyre, kështu që ka shumë aktivitete që na me zypresim i bo bashkë me juve dhe jo keni me qenë iniciatorët për ato idea. Cilat iniciativa i ndërmerrni për promovimin e leximit në komunitet e sidomos në ato pjesë që janë më pak të privilegjuara? Ora e leximit, siç e dini ju, domethënë i përfshin gjithë nxënësit. Normalisht ne kemi pas rast me trajnu mësimdhënës nga shumë komuna të ndryshme, edhe nga fshatra, domethënë të ndryshëm. Kështu që për ne është shumë e rëndësishme që gjithë fëmijëve në që jetojnë në zona rurale, mirë po edhe në zona urbane, me i siguru libra. Është shumë e rëndësishme që ata me pas librin edhe me pas mësimdhënësin e cila e din sakt se si duhet me u thellu me librin edhe mi përdor edhe strategjit, mirë po normalisht mësimdhënësit kanë eksperiencën edhe tyre, ata përdorin edhe metodat të tjera, po e rëndësishme është që t'jesh me ju mundësu juve që me kuptu më mirë tekstin që e lexoni, edhe me ndaj eksperienca me njëri tjetrin, me bo diskutime, edhe me pa që ka pikpamje të ndryshme, edhe me nxit atë mendimin e juve kritik se çka mendoni ju për librin që e lexuat ose si kishi vepru jo nëse kishi qenë personazhi, kështu që gjithmonë është e rëndësishme që fëmijëve pa marrë parasysh a në zona rurale apo urbane, normalisht në zonat rurale ne mundohemi që nëpërmjet bibliotekave qarkulluese, biblioteka qarkulluese janë koncepte të shkëmbimit librave edhe të ripërdorimit, domethënë librave të njëjtë. Është një koncept shumë i rëndësishëm që na lejon neve që librat, për shembull ju e keni tash paksin nishen apo moment që e keni përfundu, tash fillon domethënë të honën, keni me fillu me librin tjetër që kam ja sjellone, me pak zdyshin, po pak nishin tash unë e dërgoj te një shkollë tjetër. Edhe pasi ata ta përfundojnë, ai prapë morrim atë libër dhe shkojnë në një shkollë tjetër te një mësimdhënëse tjetër. Kështu që shumë e rëndësishme që librat e njëjtë me u përdor edhe me u siguruna që ju e keni lexuar atë libër, e jo ndoshta vetëm me qenë në bibliotek, mirë po mos me ditë a e keni lexuar apo jo. Kështu që në zonat rurale na mundson biblioteka qarkulluese që me funksionu më tepër edhe me i qarkullu librat për gjithë ata që s'kan mundësi ndoshta me ardh në qytet,
normalisht mundësit arsyear që na gjithë ata cilët nuk i kanë mundësit me ble edhe nuk duhet në fakt me qenë kjo për shkak që shkolla si institucion po edhe shteti si shtet ne duhet me siguru që ju me i pas librat edhe asnjë fëmijë mos me pas as stresin ose atë barrën që me ble një libër ose prindërve me ju thonë me ble librin, kështu që këtë po mundohemi me bo që me ju siguru librat edhe mandej librat e njëjtë mi përdor edhe fëmijë tjerë. Edhe ju mëson që është shumë e rëndësishme me përdor do të thonë librin e njëjtë edhe me pas kujdes për librin që se kanë me përdor edhe fëmijë tjerë. Cilat janë hapat të ardhshëm për projektin dhe si e shihni të ardhmen e tij në zhvillimin e kulturës dhe edukimit në Kosovë? Vlerësimet ndërkombëtare, nashta ju keni dëgju për PISA, nashta javë kanë përmendë dhe mësimdhënësit, ose keni po edhe në lajme, janë vlerësime që neve në dëshmojnë që të pjesa e lexim kuptimit nuk jemi as pak mirë. Përpos kësaj, unë mendoj që parimesh ne duhet me qenë shumë të vetëdijshëm që ne nuk duhet me u përmirësu të leximi vetëm me dalë mirë në PISA ose ndërkombëtarisht kudo që mbahet në vlerësim, po është e rëndësishme që me di që na kur lexojmë, ju kur lexoni, ka me qenë shumë më ndryshe shoqënia jonë. Ju keni me qenë më të vetëdijshëm në mënyrën se si silleni, qoftë vlerësimin, respektin për veten, por në anën tjetër për familjen edhe për komunitetin, për krejt shoqëninë. Kështu që është shumë e rëndësishme që me qenë vetëdijshëm sa është i rëndësishëm leximi, edhe projekti jon, organizata jon nëpërmjet projekteve të ndryshme ka synim që mos më ndal asnjëherë në mbështet mësimdhënësit me libra, me strategji juve fëmijëve, me strategji me aktivitete të ndryshme, edhe m'ja mundsu drejtën për me lexu, siç e thash edhe më herët, por në anën tjetër padyshim që kur jeni të vetëdijshëm, kur lexoni edhe jeni të informuar, atëherë normalisht që është mirë, është pasuri për vendin tonë, se ju keni me qenë ata cilët keni me na udhëheq edhe keni me kontribu në këtë vend. Tani për fund, a keni ndonjë mesazh për të gjithë fëmijët që po na përcjellin dhe ata që adhurojnë leximin? Për gjithë fëmijët, kudo që janë, një përshafjen të madh, unë i du shumë fëmijët edhe çka i kisha, për gjithë ata dasha mirë si të librit, mirë po dhe ata që si duan librit, se jo gjithë njemi të njëjtë edhe nuk ka problem, mirë po është e rëndësishme që moment që keni librin në duar, mundoheni me pyet prindin, ose me diskutu me shoqët më tepër për librin, edhe me pas, me u thellu, me u mundu, me kuptu më tepër të libri, me po personazhet si kanë vepru, me po çfarë mesazhi keni marrë, edhe mandej çato krejt informata njëri që ju merrni prej librit, me u mundu me i përdor edhe në jetën e juve të përditshme, se janë informata që juve ju bojnë qytetar më të mirë, më të ndershëm, kështu që fëmijëve se janë shumë ngarkuar fëmijët në kohët e sodit, kështu që kisha dashur me i thonë që jeni shumë të veçantë, jeni e ardhmja jonë dhe jeni nuk ka nevojë me i ngarku, jeni me një fazë shumë të mirë dhe jeni të bu punën e juve si fëmijë shumë mirë, kështu që jeni ylla. Të dashur fëmijë, kemi arritur në fund të emisionet dhe kësaj bisede shumë interesante dhe frymëzuese, ku në çdo fjalë mesazhi kryesor ka qenë të lexojmë më shumë libra. Shpresoj që kjo bisedë ju ka pëlqyer ju, siç na ka pëlqyer neve. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim në emisionin ton të radhës. Qëndroni me valët e Radio Kosovës.